Po, e vërtet është bërë matje, domethënë që edhe karikusi i energjisë nëse lehet pa përdorim gjatë kohës caktuar, brenda vitit llogaritet që i shpenzon dikon rreth 3 euro. Nuk është vlerë e madhe për 3 euro, por nëse flasim për 1 milion përdorues, jem të fol për një energji e madhe, e konsumuar, e harxuar pa nevojë, e cilën duhet kemi kujdes, sepse në një është rrezik që të lihet në prizë, sepse mund të shkaktojë edhe djegje dhe mund djegët ndërtesa. E dyta, harxhon energji koti, e treta janë produktet siç janë ndriçimi eficient, që janë shumë pesh, sepse përdoret shumë kohë gjatë. Pastaj shumë çon pesh blerja e pajisjeve siç janë soba, frigoriferët edhe të tjerë me kategorinë A++, që edhe ato çojnë shumë pesh për kursim të energjisë elektrike. Pastaj përdorimi i paneleve solare, përdorimi i paneleve termike, pompa termike, pastaj pajisjet të cilat përdorin pishinat mëdha, domethënë hotelet, shtëpitë familjare tash luksoze, krejt këto janë pajisje të cilat janë me të vërtetë të analizuara, të studiuara mirë dhe që mund të kursehen. Mund të krijohet edhe një praktikë e caktuar që gjatë periudhës kur energjia elektrike është me kosto më të lirë, përdoret për pastrim, përdoret për higienë, për gjithçka, ndërsa gjatë kohës kur tarifa është më e lartë, të arrihet që të kursehet më tepër. Tek ne për shembull në Kosovë ka pas raste të mira, edhe dëshmi konkrete që kemi kursyer energji elektrike, nëse vetdia e qytetarit ka qenë gjatë periudhave të caktuara apo produkte të caktuara të ndroj dhe e ka japur rezultatin e vet.